Bashkimi i Krimes me Rusin ka nxitur reagime të ashpra të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të Bashkimit Evropian. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden tha se aneksimi i Krimes nuk është gjë tjetër veçse grabitje e territorit. Duke folur nga Polonia, Biden tha se vizitoi Varshavën për të ritheksuar angazhimet e NATO-s, ndërsa paralajmëroi izolimin e mëtejshëm të Rusisë. Ndërkohë presidenti Barack Obama ftoi udhëheqësit e vendeve aleate për një takim në Evropë javën e ardhshme për të diskutuar mbi veprimet të mëtejshme, si kundër përgjigje ndaj aneksimit të Krimes nga Rusia. Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë tha se Obama dëshiron të mbledhë udhëheqësit e G7 dhe të Bashkimit Evropian gjatë një takimi të nivelit të lartë për çështjet bërthamore, që do të zhvillohet javën e ardhshme në Holand. Rusia është një nga të 53 vendet që pritet të marrin pjesë në takimin e Hagës. Ndërkohë ministri i jashtëm francez Laurent Fabius tha se udhëheqësit e G8-s kanë vendosur që të pezullojnë pjesëmarrjen e Rusisë në këtë organizëm. Antarët e tjerë të G8-s, Franca, Anglia, Gjermania, Kanadaja, Shtetet e Bashkuara, Japonia dhe Italia, ishin zotuar më herët që të pezullonin përgatitjet për samitin, që ishte planifikuar të mbahej në qytetin turistik rus, Sochi. Ministri i jashtëm francez anuloi dhe vizitën e tij në Moskë dhe paralajmëroi se Franca mund të ndalojë punën në ndërtimin e helikopterëve që mbajnë 2 anije luftarake që përndërtoheshin për Rusinë. Ndërkohë sekretari i jashtëm britanik William Hague njoftoi se Britania ka pezulluar bashkëpunimin ushtarak me Rusinë pas veprimeve të Moskës për ndarjen e Krimes nga Ukraina.